Pra, sot do shikojmë këtë problem. Tre shok, le t'i quajmë A, B dhe C, bëjmë pojimet e mposhtme. A-ja, unë kam X lek më shumë ose më pak se B-ja. B-ja, unë kam Y lek më shumë ose më pak se C-ja. C-ja, unë kam Z lek më shumë ose më pak se A-ja. Bëni një program që merr numrat X, Y dhe Z dhe gjen nëse A, B dhe C mund të kenë sasi lekësh të tilla që të gjitha pojimet jenë të vërteta. Pra, ne na jepet X, Y dhe Z. Dhe programi do gjej nëse këto Y dhe Z janë të mundshme. Pra, ka mundësi që A-ja të ketë, domethënë, aq lek dhe B-ja të ketë aq lek dhe C-ja të ketë aq lek, saqë këto tre X, Y dhe Z janë të vërteta. Domethënë, të tre këto kushte plotësohen me X, Y dhe Z. Për shembull, tek input TXT kemi këto dy raste. X1, Y2, Z1. Tani, në këtë rast, është e mundur që këto të jenë të vërteta. Për shembull, si është e mundur? Ta zëm se A-ja ka 5 lek. Pra, ta zëm se A-ja ka 5 lek. Tani, ky X i baraz me 1, domethënë tani, X i baraz me 1, domethënë që A-ja ka 1 lek më shumë se B-ja. Atëherë B-ja mund të ketë 6 lek. B-ja ka 6 lek. Dhe Y i baraz me 2 do të thotë që B-ja ka 7. Po, do të thotë C-ja ka 7 lek. Pra, diferenca midis A-s dhe B-s është 1. Diferenca midis B-s dhe C-s është 1. Diferenca midis A-s dhe C-s është 2. Pra, ka mundësi që këto diferenca të jenë të vërteta. Tani, në rastin e dytë kemi që X i baraz me 1, Y i baraz me 1 dhe Z baraz me 1. Tani, Ishte 2 ajo, A-ja me C. Tani, në rastin tjetër, po shikojmë rastin e dytë. Nuk le se la me sot pikturës. Po, nuk le. Tani, po shikojmë këtë rastin e dytë. X1, Y1, Z1. Tani, kjo s'ka mundësi tjetër, po ta zëm se A-ja ka 5 lek, meqense diferenca me B-n është 1, po themi që B-ja ka 6 lek. Meqense diferenca e B-s me C-n është 1, i bie që C-ja të ketë 7 lek. Po tani diferenca e A-s me C-n nuk është 1 lek, s'ka mundësi të ketë 1 lek. Është 2. Po, është 2. Po, në këtë rast nuk ka mundësi që këto porimet jenë të vërteta. Se aty janë barabartë. Po. Ja, ta lexojmë edhe një problemin. Pritse. Dhe të pasë pikturë. Do të një. Pra, problemi thotë që A-ja thotë, unë kam X lek më shumë ose më pak se B-ja. B-ja thotë, unë kam Y lek më shumë ose më pak se C-ja. C-ja thotë, unë kam Z lek më shumë ose më pak se A-ja. A ka mundësi që X, Y dhe domethënë nëse na jepet X, Y dhe Z-a, ne do kontrollojmë nëse këto tre pohime mund të jenë të vërteta. Tani, supozojmë se A-ja ka më shumë lek se sa B-ja dhe B-ja ka më shumë ose baraz lek se sa, domethënë A-ja më shumë ose baraz se B-ja, B-ja më shumë ose baraz se, domethënë janë po të rendisim sipas madhësisë kemi A-ja, B-ja dhe C-ja. Atëherë, nëse A-ja thotë unë kam X lek më shumë ose më pak se B-ja, i bie që B minus A, i bie që A minus B të jetë e barabartë me X, se A-ja është më e madhe se B-ja. Pra, A minus B është e barabartë me X.
Tani nëse bëja thot unë kam y lek më shumë ose më pak se c-ja. I bie që B minus C. b minus c është e barabartë me y. Tani nëse c-ja thot unë kam z lek, C minus A barabartë me Z. i bie që a minus c është e barabartë me z. A minus c është e barabartë me z sepse a-ja është më e madhe se c-ja. Apo. Pra c-ja në këtë rast ka më pak lek. Pra ka z lek më pak se sa a-ja. Pra, po t'jetë a-ja më e madhe se b-ja më e madhe se c-ja, atëherë kemi këto tre barazime ose ekuacione. A minus b baraz me x, b minus c baraz me y dhe a minus c baraz me z. A-ja ka më shumë lek se sa c-ja. Tani, nëse mbledhim këto dy barazimet e para, kemi a minus b b plus b minus c plus b minus c është e barabartë me x plus y. X plus y. Tani këtu kemi minus b plus b, që ikim. Edhe ngjitet a minus c është e barabartë me x plus y. Po a minus c e kemi të barabartë me z. Kështu që na del që kemi x plus y është e barabartë me z. Edhe do të thënë, nëse të treja këto pohimet janë të barabarta, janë të vërteta, nëse të treja këto pohimet janë të vërteta, i bie që x plus y jetë e barabartë me z. Do të thënë, dy nga numrat, shuma e dy numrave, x dhe y jetë e barabartë me numrin e tretë. Edhe faktikisht edhe po të ndrojmë vendet të tyre, pra nëse b-ja është më e madhe se a-ja, i ndryshojmë vendin në smal. Edhe ti bëjmë këto krahasime, pra do na dalë që shuma e dy numrave është e barabartë me të tretin. Edhe po t'jetë c-ja më e madhe se b-ja, ose c-ja më e madhe se b-ja. Pra sido që t'jemi këto, po t'i bëjmë këto veprime, gjithmonë në fund do na dalë që shuma e dy numrave x dhe y është e barabartë me të tretin. Pra, na jepën tre numra x, y dhe z, që t'jenë të tre të pohimet të vërteta, duhet që shuma e dy prej tyre t'jetë e barabartë me të tretin. Apo jo? Tani, kush është i treti? I treti është më i madhi. Do gjejmë kush është më i madhi dhe do shikojmë që a është e barabartë me shumën e të tjera. Ne do programi jonë këtë gjë do bëj, që të kontrolloj që a janë pohimet të vërteta. Do gjej kush nga x, y dhe z është më i madhi dhe do shikoj nëse ky numri më i madh është i barabartë me shumën e dy numrave më të vegjël. Nëse po, atëherë këto tre pohimet janë të vërteta. Nëse po, njëri ka gënjë. Dakor? Atëherë fillojmë hapim tonin dhe fillojmë të bëjmë këtë program. New po bëj save i006.py. i006.txt, input 006.txt. Dhe po kopjoj këto tre rreshtat e inputit dhe i vendos këtu me paste. Edhe save. Hap një program të ri, i bëj save që t'i bëj emër p006.1.py. Se kemi edhe zgjidhje tjetër, kemi edhe zgjidhje të dytë, pastaj. Dhe filloj. Qa do bëj fillimisht, do lexoj këto numrat e inputit. Do bëj një cikël të thjeshtë që lexon ato inputit. For underscore in range 2 pika. Pra, ky fori është një cikël. Kjo ndryshorja nuk na duhet brenda të ciklit, prandaj po e vëmë kështu si ndryshore non-name. Edhe kjo range do tregoj se sa herë do përsëritet cikli. Edhe kemi 2 pika në fund që do kemi ca bloqe, do kemi ca komanda këtu si blok brenda forit. Tani çfarë do ketë? Sa herë do përsëritet? Do lexon inputin, që është rreshti i parë, input, lexon rreshtin e parë. Po ne duam integer këtë, kështu që do ta vëmë int
edhe brenda intit është inputi. Pra, input lexon rreshtin e parë, ku është ai numri, pa ai numri lexohet me tonjza, dyshi. Kështu që na duhet ky inti që ta kthejmë në numër. Edhe tani kemi range edhe 2, apo sa të jetë numri që është në rreshtin e parë. Kështu që kjo do përsëritet 2 herë apo 3 herë, apo sa herë. Tani do lexoj këtë rreshtin që ka 3 numrat x, y dhe z. Pra ka 3 numra, atëherë lexoj input, lexoj gjithë rreshtin me input. Pastaj ndaj si korrespondë edhe bosh input këtu. Ndaj si korrespondë edhe bosh me split, big split. Ato që ndahen tani janë numra apo me tonjza. Që thuaj tonjzat do zbatoj funksionin int, kështu që e zbatoj me mat, int, presje, edhe e mbyll pllakën e mat në fund. Tani këtu kam 3 numra në një listë. Këto numra do t'i ruaj tek x, presje, y, presje, z, me vlerën. Pra, unë e di që kjo do më kthej 3 numra, se i tillë është problemi, i tillë është inputi që në çdo rresht ka 3 numra x, y, z, kështu që të tre këto i ruajtë x, y dhe z. I bëj një seri. Tani pas se vazhdoj me nxjerrjen e problemit, po kontrolloj nëse i kam lexuar në rregull, këto, duke bërë një print këtu poshtë. Bëj një print x presje y presje z. Pra këto që lexova kesh i printoj, që të shikoj i kam lexuar në rregull apo jo. Control C, save. Hapim terminalin dhe e provojmë, që të shikojmë a i kemi lexuar në rregull. LS jam bërë shumë skedarku, po kemi të i006.txt, kat i006.txt. Le të shikoj edhe programin që kemi p006.1.y, kat. Tani e nxjerr edhe një lart këtë dhe këtë katër bëj Python 3. Dhe po. Më ka shkar dora. Python 3 i006.txt. Edhe i ka lexuar rregull, rreshti i parë ka 100%, rreshti i dytë ka 100%. Po, vazhdo ti, Ardi. Po, tu ka një baraz, me vlerë. Po. Po. Print x, y, z. Në vend ka të është Python 3. Kontrollat. Edhe du ta provosh. Këtë e bëjmë Python 3. Jo, dakor, shkoj Python 3, pastaj do vëmë bosh p006.1.py. Vëmë bosh edhe shenja me vogël. Tani, kjo shenja me vogël e kemi parë edhe tek komandët Linux, bën regretim që ky programi Python të lexojë nga ky skedar, jo nga tastiera, është të mendë. Po. Deri këtu kemi lexuar x-in, y-in dhe z-in. S'kemi filluar akoma me zgjidhjen. Thjesht kemi lexuar inputin. Po.
Tani këtu bëhet Python, po. Atëherë, si thamë që do kontrollojmë që x, y dhe çfarë kontrolli do bëjmë për x, y dhe z? Do kontrollojmë që më i madhi prej tyre është sa shuma e dy tjetër, që janë më të vegjël. Atëherë, po e komentoj këtë printin, duke i vendosur një thurje përpara, dhe tani unë nuk e di se kush është më i madhi, kështu që do t'i krahasoj. Nëse x-i është më i madh baras se më i madh baras se y-i dhe y-i më i madh baras se z-a, bëj print yes if jo y-i më i madh baras se z-a, po x-i më i madh baras se z-a, sepse duam të kontrollojmë që x-i është më i madh se dy të tjerët. Print yes if x baras me y plus z. Else now mbyllim printin. Else if, nëse y-i është më i madh baras se x-i dhe y-i është më i madh baras se z-a, bëj çfarë do bëj, të njëjtën gjë do bëj, po selektoj këtu Ctrl C për ta kopjuar, Ctrl V, vetëm se këtu do kemi y-i që është më i madhi, është i barabartë me x plus z. Dhe else, dy pika, Ctrl V prap, do kemi z-a Ctrl C, save. Tani kemi y-ën më të madh se nga të tjerë, kështu që do kemi y. Opcja, będzie się lepiej. Po. Opcja. Po. Else if. Atëherë, i bëjmë save, Ctrl C, kalojmë te terminali dhe e testojmë. Alt tab e kam terminalin unë, nxjerr me shitjet në lart, edhe shtyp enter. Edhe përgjigjja është e saktë. Yes, no, sipas problemit.
2 pika. Aty ku jetë 2 pika. Po, është problem, dhe? Po. E kopjojmë këtë. Shtyp kontrol C. Kontrol C. Tani do të ndryshojmë kushtin këtu, y. Po. Dhe rastin else këtu. Pra, edhe një logjika e programit. Këtu kontrollojmë që x-i është më i madh se dy të tjerët. Pra, nëse x-i është më i madh se dy të tjerët, kontrollojmë që x-i është i barabartë apo jo me y plus z. Nëse po, printohet yes. Nëse jo, printohet no. Përndryshe, pra x-i nuk është më i madh se dy të tjerët. Atëherë kontrollojmë nëse y është më i madh se dy të tjerët, që pra është më i madh se x-i dhe z-a. Pra, nëse y është më i madh se dy të tjerët, kontrollojmë që y është i barabartë me shumën e dy të tjerëve. Nëse po, printohet yes, nëse jo, printohet no. Përndryshe i bie që z-a të jetë më i madh se dy të tjerët. As ky kush nuk plotëhet, as x-i nuk është më i madh se dy të tjerët, as y nuk është më i madh se dy të tjerët, i bie që ngelet që z-a të jetë më i madh se dy të tjerët. Atëherë kontrollojmë që z-a është e barabartë me shumën e dy të tjerëve. Nëse po, printohet yes, nëse jo, printohet no, printojmë no. E provove? Në rregull. Në rregull. Tani, kjo funksionon, po është pak si e gjatë. A mund të bëjmë një zgjidhje tjetër më të shkurtër? Ne mund të krijojmë një listë edhe t'i rendisim dhe nëse e rendisim e dim se kush është më i madh nga të tjerët, pa për këto pikë. Kështu që i selektoj këto dy rreshtat e parë dhe Ctrl C që ta kopjoj. Dhe pastaj hap një të ri, i bëj një Ctrl V edhe i bëj save. Save P006.2.py. Pra, versioni 2 i zgjidhjes, ose zgjidhja 2. Do bëjmë zgjedhjen e dytë tani. Po. Do kopjojmë pjesën e parë që Dy rreshtat, po. Dy rreshtat e parë. Ctrl C, hap të ri dhe vendoset. Tani krijojmë një listë me këta tre numra, x, rreth y, rreth z. Pra, e thamë edhe radhën e kaluar që këto klapa katrore krijojnë një listë. Edhe gjërat brenda listës ndahen me presje. Këtu brenda listës kemi futur x-in, y-in dhe z-in. Tani i themi l.sort. Kjo na rendit listën. Pra, funksioni sort i listës rendit elementet brenda listës. Nga më i vogël te më i madhi. Po, nëse do të rendisim nga më i madhi tek më i vogël, në këtë rast na intereson më mirë të rendisim nga më i madhi tek më i vogël, i vëm këtë reverse brenda klapave, reverse baraz me true. Reverse baraz me true. Tani, para se të vazhdojmë në tutje, përshikojmë se çfarë kemi brenda kësaj listës L. Print L. I bëj save, Ctrl C, save, edhe Alt Tab kaloj te terminali dhe e provoj prap programin, dyshin. Pra, print L na printon këtë listën L, dhe siç e shikoj këtu është e renditur nga më i madh tek më i vogël. Këtu s'duket se janë të barabartë, por këtu duket që lista na është renditur nga më i madh tek më i vogël. Reverse. Tani, me qëse i kemi të renditur, çfarë dim? Dim që tek i pari është numri më i madh. Atëherë zgjidhjen mund ta bëjmë kështu. Print me klapa, yes, if L0
e barabartë me L1 plus L2. Else, no. Ctrl C. E komentoj këtë print L, se kjo është sa për debug, sa për kontrolluar që programi po ecë në rregull, dhe e testoj. Alt tab. Vazhdo pra, shkruaj atë. Veç këto dy pjesë testova këtë. Të bërshoj që. Arti, s'ka gjë, vazhdo. S'ka gjë, vazhdo. Nuk ta vazhdoj. Po vazhdo, nuk ka gjë. Se do të tapim me të pastaj. Po do dalim, s'ka gjë. Atë print L mund ta komentojmë që mos na dali se ne duam vetëm rezultatin, duam ose yes ose no. Atë duam sa për të kontrolluar që programi po ecë në rregull deri aty. If Proveri në rregull. Po. Tani, kjo lista L ka tre elemente. Kur i themi L0, marrim elementin e parë të listës. Kush është elementi i parë? Ai që është më i madhi, se i renditëm këtu. I renditëm nga më i madhi te më i vogli. Kjo reverse truth i rendit nga më i madhi te më i vogli. Pra, numri më i madh është i barabartë me dy shenja varëri kur bën krahasim. Ky është numri i dytë i listës. Se ky është i pari, që fillon me 0 indeksi, numri i dytë plus numrin e tretë. Kushto që t'jenë dy më të veglit, nuk e dim se kush janë, po s'ka rëndësi. Ne duam që më i madhi të jetë i barabartë me shumën e dy më të vegjlive. Këtë duam të krahasojmë. Këtu kemi një zgjidhje tjetër që është shumë tricky, sepse këtu po ta shikojmë. Në rregull. Atëherë do bëjmë edhe një zgjidhje tjetër, të tretë, kështu që kopjojmë këta dy rreshtat e parë, i selektojmë, Ctrl C, hapim një të re, Ctrl V edhe save. P006.3.py. Atëherë, ne duam të dimë se kush është më i madh nga këta tre, x, y dhe z. Dhe në zgjidhjen e kaluar përdorëm këtë sortin, funksionin sort, për t'i renditur. Por mund t'i renditim këta numra edhe manualisht. Pra, dua që tek x-i t'jep numri më i madh nga dy të tjerët. Atëherë çfarë bëj? Them nëse x-i është më i vogël se y-i, bëj x presje y me vlerën y presje x. Do me thënë, i ndroj vendet x-i dhe y-i. Pra, këtu tek x-i do vendoset y-i, këtu tek y-i do vendoset x-i. Pra, nëse x-i është më i vogël se y-i, i ndroj vendet. Atëherë, pasi kanë ndruar vendet, x-i do jetë më i madh se y-i. Thjesht ndroj vendet këtu. Tani e di që x-i është më i madh se y-i. Tani e krahasoj x-in me z-ën. Nëse x-i është më i vogël se z-a, i ndroj prapë vendet me z-ën. If x-i është më i vogël se z-a, bëj x presje z me vlerën z presje x. Pra,
Nëse x është më i vogël se z, i ndroj vendin edhe me z. Tani e di që tek x kam më të madhin nga 3 numrat. Mbasi kam bërë këto krahasime edhe u kam ndruar vendet, e di që tek x kam më të madhin nga këta 3 numra. Kështu që mund ta printoj përgjigjen direkt, print yes if x është i barabartë me y plus z, else no. Ctrl C. E provojmë. 3 këtu. Mua më punon. Pra, Arbinilo se ato të tjera, printoj yes nëse kështu, për ndryshe, po s'është edhe ta shikosh fare, e kemi bërë 3 herë tash, është e katërta. Po kuptoj që në Po shumë dakor. se ngatrohen. Po mos u shkruaj për shkruaj çfarë shkruaj, se ajo ka dhënë ka logjike. Logjikën e kemi parë 23 vete. Tani zgjidhja e katërt është akoma më e bukur pa e renditur fare. Pa e renditur fare sepse nëse kemi që x-i është më i madh baraz se y-i dhe kemi që x-i është më i madh baraz se z-a, edhe pra supozojmë se x-i është më i madh se këta dy tjerë. Atëherë ne kontrollojmë kushtin x-i është e barabartë me y plus z. Ne do të kontrollojmë këtë kusht. Atëherë çfarë bëjmë? Shtojmë një x nga të dyja krahat. X plus x, edhe këtu kemi x plus y plus z. Pra çfarë kemi? Kemi 2x është e barabartë me x plus y plus z. Ku x është më i madh, është më i madh nga gjithë numrat e tjerë. Si mund ta gjejmë se kush është numri më i madh? Pythoni ka një funksion max, që gjejmë numrin më të madh. Pra mund ta gjejmë se kush është më i madhi me funksionin max, edhe kemi që 2 herë më i madhi është i barabartë me shumën e të 3 numrave. Pra, mund të krahasojmë këtë kusht. Atëherë, bëjmë edhe zgjidhjen e fundit, zgjidhja 4. I kopjojmë këto dy rreshtat. Ctrl V, Ctrl C. X, Y, Z. Po. Tu mund të Po, janë hapësira ato.
A do të jenë në një ndërtim apo? Bëj një sej tani dhe provoj prapë. Bëj një sej. Se në Python pas që në një ndërtim nuk formon një blok. Atëherë ka arruar dhe Kam nevojë presin e i. jo. Mas nu avem de X, Y, Z. X prese, Y prese, Z. Ato që nuk ka të vlera. Për pëse nuk ka të vlera? Control. Do të asikim kapë nuk i kështë. Ja, e ke inputin gabim. Știeten, Shtet inputin. Kam prese. Input 6. E ke vëzë input 6 për këtë lista. Kam havat begjash, është Okej, në bash. okej, tani programi ke në rregull, po. Atëherë vazhdojmë me komanda e provuam këtë? Funksional. Në rregull. Atëherë kalojmë te komandat e Linuxit. Hapim terminalin. Arbi ti ke vetë të fundit që do ta shikosh vetë se e ke atje. Po, është Po, zinën e fundit edhe plus detyrë shtëpisë. Po kemi dhe detyrën. Tani detyrën do ta lexoni vetë, po që i jepen dy numra A dhe B. Diferenca A minus B të gjendet një numër që ndryshon vetëm me një shifër nga kjo diferenca A dhe B. Do ta shikoni vetë, edhe po nuk ashtu po se gjithë blok, më thoni që ta zgjidhim bashkë radhën tjetër. Korrekt? Po ajo që na me për fundjavën, si ishte se për ta vetë na shpjegoja këtu. Tani s'kemi kohë. E shikojmë radhën tjetër. Mirë? Se na ikin kohë vetë ora ashtu dhe pastaj si bëjmë asnjë komandë. Atëherë, dje filluam me ca komanda për ngjeshje dhe çndjeshje të skedarëve. Pam komandën gzip, pam dhe g anzip, që e anzipante. Ls yll pik ls fu 2 yll. Pastaj pam dhe komandën gzip 2. Pra pam komandën gzip, g anzip, që ishte për ta çngjeshur një skedar, ishte edhe një komandë tjetër gzip 2, që prapë përdoret për ta ngjeshur, por e bënte ngjeshjen më të mirë, përdor një algoritëm që ngjesh më shumë. Kjo e ka b anzip 2, programin e zbërthimit të çngjeshjes. Tani do shikojmë komandën tar që përdoret për të krijuar arshiva. Ctrl+C, pra për të bërë arshiva përdoret komanda tar. Arshiva është një skedar i vetëm që përmban një listë me skedar ose direktori. Pra është si të marrim një grup me dosje, se cila nga këto është një skedar më vetëm, dhe t'i fusim në një test, t'i fusim në një qes. Pra i futim një skedar të vetëm, të gjithë direktorit ose skedarët. Dhe emri i kësaj është tape arshiv, se është shumë e vjetër, që në kohën që të dhënat rueshin në tape. Tape është si pun kasete. Ka qenë si pun kasete, po më e madhe, me shërit plastik që rrotullohet. Tani, para se të fillojmë të bëjmë ca shumë me komandën tar, do kryejmë një direktori test. mkdir test 1.
faktikisht e bëjmë këtë më këtë dir minus p, brenda kësaj direktorisë test 1 do kryejmë edhe disa në direktori. Prandaj i vendosim këtë test 1. Dir minus me klapa të lakuara 001 pik 100. Edhe këto klapat e lakuara janë zëndësime që i interpreton shelli dhe e zbërthejnë të në 100 pjesë. Tani, po të shikoj këtë lësë test 1, shikoj që më janë kryuar në 100 direktori aty brenda. Sepse shelli këtë e zbërthejnë në 100 pjesë, 001, 002, 003, edhe e bashkon me këtë pjesën të para këtu, se cilën prej atyre. Edhe komanda në këtë dir janë këto direktori. Tani, do kryoj edhe ca skedarët, brenda se cilës nga këto direktori. Skedarët kryojnë me komandën touch, skedar bosh. Touch, test 1, dir, 001 pik 100, dhe brenda se cilës nga këto direktori, do kryoj një skedar file minus a e madhe pik z e madhe. Edhe enter. Tani, në qoftë se shikoj me komandën 3, edhe kaloj tek les, kjo, 3 test 1. 3 test 1, që të shikojmë se që ka brenda direktoria test 1, shikoj që kemi direktorit dir minus 00123 dhe brenda së cilës direktorit kemi 26 skedar, file A, file B, e kështu me radhë deri tek file C. Edhe njerë. Tu e një qëpër dis. Andaj, nuk e një direktorit dir. Që është to? Bëj kontrolë? Ose enter pa. E fshim këtë direktorit test 1, rm minus r, në bosh test 1. Test 1. Nxjerrim edhe një të komandën më të dir dhe korrigjojmë këtë. Dir. Pastaj komanda touch. Tani, bëj komandën les, 3 në bosh test 1, 3 test 1, që shikojmë dhe që ka brenda test 1. Test 1, jo, viti ngullë. Në rregull, pra, kryojmë një strukturë me direktori edhe me skedar. Tani, të gjithën këtë, duam të afusim në një arshiv, të gjithë direktorin test 1 dhe që ka brenda ajo. Këtë do të avim me komandën tar minus c. Minus c është për të krijuar arshiv. Pastaj minus f është emri i arshivës. Do ta quaj test 1 pik tar. Emri ku do e skedarit ku do ruhet arshiva, edhe në fund t'jap edhe direktorin që do futet në arshiv, test 1. Pra, në arshiv do futet direktoria test 1. Opcioni minus c është për të krijuar një arshiv, edhe opcioni minus f test 1 piktar tregon se ku do ruhet arshiva. Japim enter. Edhe më shkruar këtë skedarit test 1 piktar, që kur ka përpashtesën piktar, vetë sistemi nxjerr kështu si me ndyt të kuqe. Tani, për të parë se çfarë ka brenda arshiva, mund të përdori prapë komandën tar, po me opcionin minus t. Opcioni minus t është për të parë është ka kuptimin table ose table of contents. Minus t minus f test 1 piktar. Pra, ky opcioni minus t më tregon tabelën, çka ka brenda. Opcioni minus f test 1 piktar
cili është skedari arshim që ku do veproj komandatar. Edhe më jep të listën që mund ta kaloj edhe në les. Mund ta kaloj në les që ta shikoj me faqe. Edhe po ta shikojmë që është gjithë struktura e direktorive dhe skedarëve, që është brenda testnjeshit. Dal me që nga les. Tani siç e kemi parë, këto dy opsionet -t dhe -f mund t'i bashkojmë në këtë mënyrë, -tf për shembull, edhe është e njëjta gjë. Pra, këtë e bëjmë normalisht në Linux, që dy opsione, -t për shembull dhe -f në këtë rast i bashkojmë. Por duhet kemi kujdes për një gjë, që rada duhet jetë që f-ja duhet jetë e fundit, sepse mbas f-s vjen ky emri i skedarit. Ky opsioni -t kërkon edhe një emër skedari nga mbrapa. Nëse e bëj -ft, kjo është gabim, sepse komanda tar këtë e kupton sikur emri i skedarit është t. Gjë që është gabim. Dhe ja po ta që të les, do na gjeni mesazh gabimi. Kështu që po ta bëjmë -tf është okay sepse mbas f-s vjen emri i skedarit dhe jemi në rregull. Përndryshe keq kuptohet komandatar. Tani këtu mund t'i bëjmë edhe një opsion v. Opsioni v ka kuptimin verboz. Dhe verboz është që për çdo skedar që është brenda arshivës ndjer më shumë informacione. Pra, brenda në arshiv janë ruajtur jo vetëm skedarët, po edhe atributet e tyre. Atributet janë për shembull kush është pronar, edhe kush është grupi i skedarit, kush janë të drejtat e skedarit, masia, data e krijimit të skedarit, edhe përdesa na i shfaq aty janë ose nuk e di kjo do dash saktë apo jo. Është saktë kjo. Që dalim me qenë. Tani nëse duam që ta zbërthejmë këtë arshive, se një që e futum në arshiv, po duam edhe të nxjerrim ndonjëherë nga arshiva, po krijoj një direktori test2, më të dir, test2 dhe shkoj brenda direktorisë test2, cd test2. Ls skedarin e arshive kam një direktori më sipër, test1.tar. Pas, skedari arshivës është një direktori më sipër. Tani, për ta zbërthyer, ja komandën tar -x. -x është për ekstrakt. Edhe gjithmonë japim të f test1.tar. Pra, më zbërther të skedar arshiv, që ndodhet në direktorin më sipër, test1.tar, është pikë kjo këtu. Skedarin test1.tar që ndodhet një direktori më sipër. Edhe jap enter, ajo nuk punën e saj. Po të shikoj këtu, më ka krijuar direktorin test1. Edhe mund ta kontrollojmë me komandën -les, që direktoria test1 aty vërtet ka gjitha direktoritë të skedarit që kishte direktoria test1 më sipër. Po, kjo u nxorr nga arshiva. Pra, u krijuar pasi doli përmbajtja e kësaj arshive. Pasi u zbërthye arshiva. Test 1.tar. Po shiko, se ti bën ti këtë lloj që bën ti mos kopij të kopja shkojnë çfarë shkojnë, po logjika është që kemi skedarin test 1.tar aty në sipër. Po u përpoqet të kopjosh shkojnë çfarë shkojnë, normal që ato do ngatrohesh. Po ka një logjikë. Atëherë këtu tar -x -k. Edhe e nxjerrim këtu. Po të bësh 3, bëj trik tani dhe shiko se ç'a del. Shkojmë një direktori më sipër, cd --, dhe e fshim të direktori test2. Si e fshim? rm -r.
Tani, po të shikojmë që ka ruajtur ajo brenda, ka ruajtur me path relativ skedar. Pra, ka ruajtur emrin e direktorisë, emrin e direktorisë tjetër, edhe emrin e skedarit. Që është një path relativ, nuk fillon me slash, nuk është path absolut. Edhe, sepse ne ashtu e dhamë komandën, pra kur thamë ato komandën tar c, tar minus c, minus f test, këtë mos e bëni. Test 1 tar, i thamë që ruaj direktorin test 1. Pra ne ja dhamë këtë me path relativ, emrin e direktorisë që do ruaj. Por, edhe në qoftë se ne ja japim me path absolut, ajo prap e heq atë slashin e parë. Shumë po shikojmë çfarë direktori jemi ne, print working directory, jemi në direktorin home uv. Atëherë po krijojmë një direktori me path absolut. Po bëj tar, mund të shkruani tani tar minus c krijo direktori minus f test 2 tar tani ja jap me path absolut direktori që do ruaj. Pathi ose shtegu absolut është /home/uv /test1. Pra direktoria që do futet brenda arshivës është kjo. E përcaktoj me path absolut, duke filluar që nga rënja. Shtyp enter. Tani vetë tari thotë që po heqim të slashin që është këtu në krye. Pra removing leaping slash from member names. Dhe nëse ne shikojmë se çfarë ka brenda kjo arshiva test 2, tar minus t f test 2 tar, edhe e kalojmë tek les. Po ta shikojmë, emrat e skedarëve që janë ruajtur këtu nuk fillojnë me slash. Nuk janë emra absolut, nuk janë path absolut. Pra e ka hequr këtë slashin nga fillimi këtu. Një sekundë, se këtu kjo komanda të me dështuar, se të dalë nësa është gabimi. E kam drejtë. E ndeshem, pa në regu. Pa në regu, lashat. Tani, po e zbërtej prap të direktorin këtë arshivën, po krijoj një direktori bosh, më të dirë. Test 2, cd test 2, ls /test 2 tar, pastaj nxjerr prap komandën në sipër dhe e fshi ls-n e bëj tar minus x f. Dhe këtu më krijon po shikojmë me tri tani se çfarë kam këtu brenda. Po. Tani, vini dhe në faqen e parë, çfarë ka në faqen e parë, këtu tek cd. Po. Ja do të shqeqen e parë, s'ka gjë. Tani tar minus x f test 2 ls pra, po të shikojmë të faqen e parë këtu, ajo ka krijuar gjithë strukturën e direktorive siç janë ruajtur në skedarin tar, duke filluar nga home uv test 1 dir 001 e kështu me radhë.
Dhe tani ne mund ta kuptojmë se pse e heq komanda tar atë slashin nga pra kur ne japim një direktori me emër absolut, ajo e hoqi slashin në fillim. Pse e hoqi? Sepse kur e zbërthejmë ne këtë arshivën, edhe nëse do ta ruante këtë me path absolut, atëre i bie që të mbishkojë skedarin origjinal. Ndërkohë që ne të e krijuam brenda një direktorie. Pra është më e sigurt në këtë mënyrë, që mos liruaj me path absolut. Okej. E shim prapë të direktorin test 2, cd rm minus r test 2. Krijojmë prapë një direktori bosh në përdir test 2, cd test 2. Tani do punojmë me sedarin test 1 piktar. Ls pik test 1 piktar. Dhe kur bëmë ekstrakt, ne ekstraktojmë gjithë përmbajtjen e arshivës, por është e mundur që të ekstraktojmë vetëm një skedar, ose vetëm 2-3 skedar, ose vetëm disa skedar që plotësojnë një kriter të caktuar sipas emrit. Le të shikojmë në fillim përmbajtjen e arshivës me minus tf. Dhe nëse jap enter këtu ku janë, do nxjerr gjithë listën e skedarëve. Por nëse i jap një path test 1 /dir minus 005 /file minus a. Atëre, po të ishte kjo komanda, do kishte nxjerrë gjithë listën e skedarëve, por i kam dhënë edhe këtë mbrapa komandës, një emër skedari, dhe ajo më liston vetëm të skedar. Dhe nëse këtë komandë tani e bëj ekstrakt, pra nga minus t e bëj minus f, atëre ajo pra do më ekstraktoj vetëm këtë. E nxjerr me shkjetën lart, shkoj tek fillimi i komandës dhe nga minus t e bëj minus x për të ekstraktuar. Dhe nëse jap komandën 3, shikoj që më ka nxjerrë nga arshiva vetëm këtë skedar. Tani mund ta nxjerr prapë komandën në sipër, edhe po e bëj këtë për shembull direktoria 006 dhe këtu në fund po e bëj a pik d. Edhe enter. Atëre, ajo do më ekstraktoj nga arshiva ato skedar që përputhen me këtë. Domethënë është direktoria 006 dhe kemi file A, file B, file C, file D. Domethënë do nxjerr një 4 skedar vetëm. Si mund ta kontrollojmë? Si mund ta kontrollojmë se çfarë ka ekstraktuar komanda tar që bëjmë tani? Me 3. Thomas e ka bërë. Po bëjmë komandën 3, shikojmë që ka nxjerrë këta 4 skedar nga direktoria 006. Po e nxjerr edhe një herë këtë komandën extract në sipër dhe tani do shikojmë që mund të përdorim edhe wildcards për të caktuar se cilët skedar mund të nxjerrin. Atëherë shkojmë këtu dhe jap opsionin minus wildcards. Dhe këtë e vendos në thonjza teke, sepse do përdor një yll aty brenda. Dhe nuk dua që ylli të më interpretohet nga shelli. Dua që ylli të interpretohet nga komanda tar. Atëherë them dir yll
file A. Pra, shtova opcionin minus wildcard, edhe këtu jap një pattern, ose një model, dhe që këtë ylli mos ta interpretoj shelli, e kam vënë me thonjza teke. Dhe kjo është dir minus yll, file A, që i bie që do nxjerrë nga çdo direktori, do nxjerrë skedarin A. Japim enter, edhe e shikojmë me komandën 3 se çfarë ka nxjerrë. Kjo është pik. Do ketë një defekt, në një problem kjo arshiva test një këtar. Ja. Pa aty ka dalë, po kjo ekziston, po ndoshta ka një defekt, ka një problem. Se thotë që nuk i gjen të test një. Nuk i gjen arshiv. Okej, s'ka gjë. Vazhdojmë më tek. E fshim pra këtë direktorin test 2. Kalojmë në sipër dhe e fshim me komandën rm-r. Tani, kur bëm komandën tar, ne i dam një direktori, për shembull minus c, test 3.tar, test 1. Pra i tham që fut në arshiv skedar për kësaj direktorie. Por mund ta kombinojmë komandën tar edhe me komanda të tjera. Për shembull mund ta kombinojmë me komandën find. Për shembull, nëse bëj find test 1, më gjej në direktorin test 1, ata skedar që kanë emrin file -a. Pra komanda find më gjen këta skedar që kanë këtë emër. Tani, këtu mund t'i vendos një veprim komandës find, që të ekzekutoj një komandë. Them -exec tar rf test 3.tar. Pra, pasi i gjeti këta skedarët, them që për çdo skedar që ke gjetur, ekzekuton. Çfarë do ekzekutoj? Ekzekuton komandën tar me opsionin -r edhe -f test 3.tar edhe me këto argumentat. Tani këtu vjet emri i skedarit të gjetur. Pra, për çdo skedar që ka gjetur, ekzekuton këtë komandë, ku këtu vjet emri i skedarit që ka gjetur. Edhe vendos edhe një presje për të ndarë komandën nga njëra tjetra. Tani, ky opsioni -r ka kuptimin replace, që do të thotë faktikisht e shton. Pra, nëse ekziston ai skedar, e fshim dhe vendos një version të ri, nëse nuk ekziston, e shton në arshiv. Tani, nëse shikojmë se çfarë kemi tek kjo arshiv, tar -t test 3.tar. Shikojmë që të kjo arshiv kemi vetëm skedarët A të çdo direktorie. Tani nëse e nxjerr prapë këtë komandën në sipër, edhe në vend që të gjej skedarët file A, gjej skedarët file B. Edhe bëj të njëjtën punë, tar -rf test 3.tar. Pra në të njëjtën arshiv, tani kjo -r e shton në arshiv, kështu që aty në arshiv do na shton edhe skedarët me këtë emër.
po ta shikojmë me komandën -tf, shikoj që përveç skedarëve A, në fund na janë shkruar edhe skedarët B, file B. Po shkojmë edhe një shembull tjetër, që e kombinojmë komandën tar me komandat tjera për të krijuar një arshiv. Bëjmë prapë këtë find, kërkon në direktorin test1, ata që kanë emrin file A, dhe këtë e kaloj me anë të vijës pingule të komanda tar cf, por si emër skedarit po vendos të minus, pra zakonisht po vendoset emri skedarit, por në vend të emrit të skedarit po vendos të minus. Kur vendos minus në vend të emrit të skedarit, kjo do të thotë që outputi nuk kryhet në një skedar, por dërgohet e standard output. Dërgohet e standard output dhe po përdor këtë opsionin -t, minus. Ky opsioni -t i komandës tar i lexon skedarët që do futen në arshiv nga një skedar. Pra, kemi një skedar, një nga skedarësh, dhe ja japim me opsionin -t komandës tar. Dhe ajo fut në arshiv ata skedarë që janë listuar aty në atë. Por meqense kemi vënë këtë minus, atëherë lexon nga standard input emrat e skedarëve. Standard input i vjen nga pipe, i vjen rezultati i komandës find. Pra, lista e skedarëve i vjen nga komanda find. Këtë gjë bën kjo, -t, minus. Kurse kjo -f, minus, nuk e ruan në një skedar, por e dërgon në standard output. Nga standard output, ne e kalojmë në anë të komandës pipe te një komandë tjetër, që është komanda gzip, për ta ngjeshur. Dhe outputin e komandës gzip e ruajmë tek test 4.tgz. tgz. Pra, këtu kemi kombinuar komandën find, për të gjetur disa emra skedarësh, me komandën tar, për të krijuar një arshiv ku futen këta skedar, dhe pastaj me komandën gzip, për ta ngjeshur këtë arshiv. Edhe në fund e kemi ruajtur tek skedari test 4.tgz. Faktikisht, nuk është ka rëndësi, po këto vendet bosh edhe mund të hiqen këtu për shembull, dhe bëhet komanda si më kompakte. Po nuk ka rëndësi, domethënë. Tani, këtë gjë mund ta bëj, domethënë këtë gjë, këtë ngjeshje mund ta bëj edhe vetë komanda tar me opsionin -z. Pra nëse jap opsionin -z komandës tar, është një lloj sikur të kem përdorur të gzip për ta ngjeshur arshivin që krijohet. Kështu që këtë shembullin më sipër ne mund ta shkruajmë edhe në këtë mënyrë. I gjej ta skedarët me komandën find, e kaloj te komanda tar, emrat i lexoj prapë nga standard output, po këtu në vend të kësaj minus vendos edhe një opsion z këtu që ta ngjesh pasi kryet arshiva dhe vendos emrin e arshivës test 4.tgz. Pra, në vend që të përdor këtë komandën gzip në mënyrë të veçantë, i shtoj opsionin z komandës tar dhe ajo ma ngjesh vetë arshivën. Kjo përmbajtësa .tgz
ka kuptimin tar gëzim. Domethënë mund ta shkruajmë edhe pik tar pik gz ose mund ta shkruajmë pik tgz shkurtimisht. Domethënë arshiv e zipuar ose arshiv e ngjeshur. Tani po e nxjerr edhe një herë me shkjetën lart komandën e mëparshme dhe në vend të opsionit Z po përdor opsionin J. Opsioni J është ngjashëm me opsionin Z, bën ngjeshje të arshivës, po përdor atë dozip2-shin, përdor komandën dozip2 ose algoritmin e komandës dozip2. Dhe këtë po e bëj pra mbështesën e kësaj po e bëj TBZ. Tani shikoj ta dy skedar, ls minus l test 4.u dhe më dalin test 4.tbz, test 4.tgz. Edhe po ta shikosh, madhësia e skedarit tbz është më e vogël se madhësia e skedarit tgz. Pra bz2-shi gjithmonë ka fuqi ngjeshse më të madhe. Është më i fuqishëm për ta ngjeshur. Nëse dua ta zbërthej këtë arshivën e ngjeshur, përdor komandën tar minus x extract, pastaj minus f test 4.tgz, por duhet jap edhe opsionin minus z, që t'i them që është arshiv e ngjeshur. Pra minus x minus z minus f, që mund të i bashkoj edhe minus x zf, mund t'i bashkoj në këtë mënyrë, minus x zf, test 4.tgz. Pra nëse arshiva është e ngjeshur, do të shtoj edhe këtë opsionin z që ta çngjesh para se ta zbërthej arshivën. Një gjë e ngjashme edhe për këtë BZ, vetëm se në vend të opsionit të z do përdor opsionin j, minus x extract minus j e çngjesh, edhe minus f emri i skedarit për ta zbërthyer. Përveç komandës tar, e cila kombinohet edhe me gzip dhe bzip2 për ta ngjeshur, kemi edhe një komandë që quhet zip. Kjo komanda zip bën të njëjtën punë si tar, po edhe e ngjesh. Bën vetë edhe arshiv edhe ngjeshje, i bën vetë. Tani, nëse ja komandën zip minus r, nëse ja komandën zip minus r, test 1 ose test 5 zip, emri i arshivës, test 1 është direktoria, pra është direktoria që përdorim si shembull. Atëre, ajo do më krijoj këtë arshivën këtu. ls minus lh, test 5.zip. Pra, si që shikoni edhe nga outputi, nga rezultatet që nxjerr komanda zip, ajo i fut nga një këto edhe i ngjesh, këto skedarët në arshive dhe ngjesh. Vetëse më duket se komanda zip ngjesh çdo skedar veç e veç. Më duket se komanda zip e ngjesh çdo skedar veç e veç para se ta fush në arshiv. Kurse me komandën tar kryet një arshiva, pastaj ngjihet e gjitha arshiva. Dhe ky opsioni minus r ka kuptimin recursive. Pra fut në arshiv këtë direktori dhe çfarë ka brenda ajo, nën direktori dhe skedar të tjerë. Tani për ta zbërthyer të arshivën që u krijua me zip, po krijojmë një direktori bosh në këtë dir test 2, cd test 2, ls
test 5.zip. Dhe për ta zbatuar këtë arshik, përdorim komandën unzip. Arbi të ngellë që Shkove, po fish problem, do me të separatu një mirë, shikoj dhe një në shpi dhe bëja ashtë përstite. se kish problem këtu, pe, di Po. test një shi. Dhe se bashkëmatëm. Shikojmë me komandën 3. Edhe shikojmë që edhe kjo e ka anëzbuar gjithë direktorin, brenda kësaj. Po, e mbyllim këtu edhe do të vazhdojmë të hanë.